Nuk është rastësore që ky ligj u miratua 5 muaj pasi Ron Jefet, miku izraelit i Edi Ramës, u bë ortak me 80% me kompaninë shqiptare Kajo të Ministrisë së Mbrojtjes, që ka si objekt prodhime, importe, kalim tranzit, rieksportime e shitje armatimesh luftarake. Parlamenti miratoi më 28 janar 2026 një ligj që gjeneron procedurat e importit dhe tranzitit të armatimeve, duke parashikuar deklarim të thjeshtuar dhe përjashtime nga paraqitja fizike. Në fund të janarit 2026, Kuvendi miratoi një ligj për importin dhe tranzitin e armatimeve luftarake. Ligji parashikon mundësi tranziti dhe rieksporti nga subjekte private, si dhe procedurat të deklarimit të thjeshtuar sipas kodit doganor. Dispozitat për deklarim verbal dhe përjashtim nga paraqitja fizike e mallrave kanë ngritur debate mbi nivelin e kontrollit dhe mbi rrezikun e abuzimit, në një kohë kur Shqipëria përballet me sfida të raportuara në fushën e trafikimit të armëve. Ndërkohë që territori i Shqipërisë përmendet në raportet të agjencive partnere amerikane dhe europiane si zonë me risk për trafikim armësh dhe municionesh. Më 28 janar 2026, Parlamenti miratoi në heshtje një ligj të paraqitur nga qeveria për importin dhe tranzitin e armatimeve luftarake. Shqipëria si vend antar i NATO-s ka marrëveshje ndërshtetërore me Aleancën Ushtarake për qarkullimin dhe tregtimin e armatimeve, të cilat kalojnë në kontroll të detajuar doganor dhe policor për sasinë, llojet, origjinën e prodhimit dhe blerjes, shtetin nga nisen dhe qëllimin e përdorimit. Në përmbajtjen e ligjit janë përcaktuar hapësira dhe tolerimet doganore, edhe për kalim tranzit dhe rieksportim armatimesh me shumicë nga subjektet private, ndërkohë që në titullin e ligjit përdoret vetëm termi importim dhe kalim tranzit.